Përshëndetje, mirë se po takohemi në Tringëllishës. Sot po përgatisim recetën profiterol me biskota. Përbërësit janë biskota që përdoren edhe për tiramisu, miell, një seshte, sheqer, qumësht, çokoladë për gatim, krem pana, shlak krema nga Dolcella, si dhe për dekor çokoladën lehtë. Fillojmë me përgatitjen e kremit. Qumshtin e hedhim në një tenxhere. I shtojmë miellin, një seshte, sheqerin dhe të kuqen e vezë. Të gjitha këto i përzijmë bashkë derisa masa të bëhet kremoze. Kremi vetë se ka fituar formën e trash, është pothuajse gati. Dhe tani është gati. Do t'ja vendosim qesën, në mënyrë që mos të krijojë cip derisa të ftohet plotësisht. Krema është ftohtë, tani po vazhdoj, po e shtoj shlagun Dolcella edhe qumshtin që ka mbetë. Dhe do t'i përzij me mikser të gjithë masën. Pjesa kremit përfundoj. Tani po e ashtoj biskotat, të cilat i ngrincojmë në 2-3 pjesë. Vazhdojmë kështu me të gjitha biskotat. Masën po e lëm të qëndroj pak këtu derisa ne të përgatisim çokoladën. Në një tigan e vendosim kremin pana, çokoladën, dhe vajin. Çokolada është shkrirë dhe vazhdoj me servimin. Unë kam zgjedhur këto forma, po ju mundeni edhe në forma tjera me servu. Sipër i vendosim çokoladë të shkrirë. Sipër do t'i vendosi çokoladë lindë për dekor dhe për shije. Kjo është receta për sot. Faleminderit dhe shihemi në edicionin tjetër.